Përshëndetje miq, me përshëndetjen më të bukur. Një lajmërim për sonte, paraqitja ime e djeshme në orën 7 mbrëmjes shkon drejt për drejti te zoni Shqip në YouTube. Gjithashtu është e natyrshme për mu se do të me thonë një fjalë që jam mirë njohës. Falenderit gjithë juve që po na ndihmoni jo vetëm imamin, por të gjithë që jemi bashkë në këtë ideologji. Ajo çka më shumë të më gëzon fakti se shqiptarët kanë fillu ta kuptojnë se feja jonë është shqiptaria. Më thonë shqiptaria është fej. Fej. Dhe shqiptarien e kemi borç, dhe për shqiptarin do të pyetemi edhe në këtë jetë edhe në tjetrën. Nuk do të pyetemi për disa budallakina që I kemi ndodgju nga programimet e hershme të regjimeve më të hershme. Nuk do të më këtë shkëptojnë njerëzit që duan të mbeten në besime ndryshme. Besimi është siguri, dikush do ende me lidh sigurin kushtimisht të këto që quhen sot fej, për nuk jam fej, jam besime, dhe më thonë, krishterët gjithashtu ndonë në shumë sekte, shumë grupe, gjithashtu edhe këto musliman ndonë në shumë sekte dhe në shumë grupe, dhe më thonë, shqiptaria të shqiptarët është fej, është natyrshmëri, është borç. Ashtu është kjo kohë, ne e ke marrë këtë amanet në botën e dëshmisë dhe me ndihmën e Zotit shqiptarëve do ta ruajmë dhe do të jemi përgjegjës për veprat tona. Secili do të përgjigjet për veprat e vetë, edhe unë do të përgjigjem për veprat e mia. Ju e kuptuan ngrohem kur thash Pashkovasa nuk ka thonë mos shikoni Krishtin e Muhamedin, as nuk ka thonë mos shikoni krishterimin dhe islamin, se nuk ka desht mirët me gjërat kota, apo ka thonë mos shikoni kisha e xhamia. Mirë po do të theksoj diçka se kishat I ka ndërtu dhe mësimet e Palit I ka fut në perandori Konstantini për ta mbajtur perandorinë. Edhe kishat e para në tokën që e quajnë qenjtë në Jerusalem I ka ndërtu Konstantini, nona e Konstantinit. Mirë po xhami gjithashtu janë kopje të kishave që kanë ardhur me ëndrrën e Sultan Osmanit. Në Sultan Osmanit, pas ka po ëndër Sultan Osmani, që ka me botën krejt me minore. Dhe është një rast, ma të regoj një mik jemi, pas ka qenë një turk ka shku me një fshat këtu dikon afër Shkupit, kër e ka po një xhami që nuk e ka minorën si Turqijës, ka thonë ja, thotë në këtu nuk falem. Do të me ndru minorën, sa pare do të me dhonë, ne japëmi vetëm me hek këtë minore. Ne dojmë minorën tonë, minorën, që ka po ondër Sultan Osmani I parë, shekullin e 13. Që do të thotë, ajo që trumbetohet të ne sot Islam është feje turkut. Dikush do me mbet në atë feje, është në rregull dhe të mbete, po është feje e perandorisë otomane, që nuk ekziston më. Ta shpurturin gjalla jone, nuk ka hapësirë. Mund shkaktoj vetëm trazira, budallakina, po nuk rinjallët. Ma mirë ti do me mojt atë feje, shko vlo, po harroj shqiptarin, se ne mund të jetojmë. Njëtë vlejnë edhe për ato tjerët. Kjo është ai mesazhi jam çka du ta them. Dhe
lajmi tjetër shumë i gëzueshëm gradualisht, lëvizja bota shqiptare po institucionalizohet dhe feja e shqiptarëve përmes imamit shqiptarëve, feja e shqiptarëve, shqiptaria si fe, po institucionalizohet, do më thonë gjithandej, kanë filluar njerëzit ta pranojnë imamin e parë shqiptarëve. Unë jam imami i parë. Tani unë jetoj në Shkup, po nesër imami i dytë mund të jetë në Tiranë, mund të jetë në Prishtinë, mund të jetë në Janin, mund të jetë në cilën do të qytet të trevave shqiptare. Po unë jam imami i parë, se unë ju kom tregu i pari se shqiptaria është fe, dhe jam djegësi i përpekt i profetit shqiptarve Pashkovasës, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria. Tani ato ekzistojnë. Unë këmë thonë sa xhamin e madhe në Prishtinë do të me këthi me bom muze, sa ti ka qenë vendi ku është ekzekutu Shen Pjetër Bogdani. Nëse thot dikush që nuk mundet, le ta harrojnë atë mohabet se të në Maqedoninë manastere kemi një xhami që e këthyn e bon muze se pas ka qenë kish. Unë nuk mirën as me kish as me xhami, po unë respektoj Shen Pjetër Bogdanin, se edhe presidenti historik Ibrahim Rugova ka vepër, edhe drama e gjithashtu shkrimtarit njohur shqiptar tek i Dervishit, zhvarrimi i Pjetër Bogdanit. Ne do të mësojmë 3 tonë në trejat kthehen te kultura jonë, te feja jonë, te shqiptaria jonë, se vetëm me shqiptarinë si fe ne mund të bëhemi njerëzit mirë, ta fitojmë të mirën dhe shpëtimin në këtë botë dhe fitore tjera të kemi botën tjetra. E keni qartë ju. Pra ne po rritemi, po aktivizojmë, falenderit gjithë juve që e përkrani imamin e shqiptarve, ideologjin ton, fejn ton, se s'ka fej tjetër shqiptari. Vetëm shqiptaria si fej në bashkon, një gjuhë, roli mesianik i Shqipës, një gjuhë, Petrozhej, një flamur, edhe flamuri fillon me germën F, një fe, fetos, fekundem, far, fjal, faqe, gjithë shka është e Shqipës, një komp, ma e keni kuptu fjala komp, si ka arën përdorim, prej Sami Frashit, dhe lidhët me shtetë. Pra, një komp, bashkësia e njerëzve prej shqiptarve, ka nisket qysh shekullin e 18, po dhe ma heret, me Gjergj Kastriotin për ta bërë Shqipërinë perandori shqiptarve, por duke i siguru të gjithë të tjerët për të drejtat e tyne, lirit dhe gjitha. Ta që mendojnë mu shit dikon, që janë shit në çdo kohë, në çdo periudhë regjimeve kanë gabim. Pra, në ndisni sonte në orën 19 dhe fjalimi em është shumë logjik, i natyrshëm, i pa përgatitur kur flas gjeografia apo historia. Të fala nga unë nga Shkup.